kohën për të cilën ju i keni kushtuar në mënyrë të vazhdueshme Partisë Demokratike. Ju falenderoj në një ditë me thënë të drejtën që mund ta quaj të veçantë, pasi Partia Demokratike vazhdon të qëndrojë me qendrëstarët e vet, që për të cilën unë do t'ju falenderoj pa mas. Sot jemi mbledhur që të prezantojmë kandidatin për kryetar bashkie, zotin Bilbil Bayraktari. Një doktor në profesion, human, që ju e njihni edhe më shumë se sa unë, nga veprimtaria dhe puna e tij që nuk është e vogël, por është një afat shumë të gjatë kohore. Falenderojmë në ardhjen e kryetarit të Partisë Demokratike, zotin Engeleda Lebej, i cili na nderon në pjesëmarrjen në këtë fushat. Fjalën e japim kandidatit të Partisë Demokratike për Bashkinë e Kamzës, zotin Bilbil Bayraktari. Të nderuar bashkëqytetarët e mi, demokrat e jo demokrat. I nderuar kryetari i Partisë Demokratike, zoti Alibej. Jam sot para jush me përgjegjësinë e kandidimit si kryetar i Bashkisë Kamës, një përgjegjësi e cila peshon shumë. Jo për faktin se është një përgjegjësi secilës nuk i përgjigjem dot, por sepse është privilegj i jashtëzakonshëm të shërbesh për qytetarët me të cilët ke ndarë jetën dhe kësaj ndjej detyrimin moral që këtë detyrë ta përmbush më së miri, duke dhënë jo vetëm maksimumin, por mbi të gjitha duke respektuar dhe marrë në konsiderat parimin që më ka udhëhequr gjatë gjithë përvojës time profesionale, që është vetëm e mira dhe interesi më i lartë i qytetarëve. E di që shumë për jush nuk kanë nevojë t'i thënë këto fjalë, por unë ndjej domosdoshmëri të flas hapur me zemër në dorë me ju, ashtu siç kam bërë gjithë këto vite, me radhë duke shërbyer si mjek në çdo lagje, fshat, rrugic të Kamzës. Ndihemi i nderuar që sot këtu me ju, duke ju ftuar që bashk të kthejmë Bashkinë e Kamzës në një bashkinë tuaj dhe jo në një bashkinë në duart të një grushti uzurpatorësh, që të ekzertarët e zyrave kërkojnë dosjen e radhës tendrave për të shtënë në duar edhe qendarkat e fundit, që nuk u përgjigjen as pak nevojave qytetarëve që duan shërbime më të mira, ujë, rrugë, pastaj gjelbrim, shkolla të reja e me kushte të mira dhe kopshte e qerdhe më të mira për fëmijët tuaj. Këta qytetarë kërkojnë dhe meritojnë dinjitet e jo në përkombje, përpuzje, zvarritje burokratike në përzyrat dyert e të cilave u përplasen pafundësisht në fytyrë qytetarëve të Kamzës. Ju jeni ndryshimi dhe jeni vetëm ju ata të cilët me votën tuaj me 14 maj do të shkruani një kapitull të ri i cili do të sjellë Partinë Demokratike në pushtet. Frimarrje për Kamzën, frimarrje për Shqipërinë, frimarrje për gjithë ju. Rrodh Partia Demokratike, fitore, fitore. Zonja dhe zotrinj, ju trinj, dhe vajzat reja që keni ardhur këtu, të nderuar parët tanë, Kocka dhe Ashta e Partisë Demokratike, shumë faleminderit për këtë takim, për pjesëmarrjen tuaj sot, në këtë takim pothuajse në mes të fushatës zgjedhore, sigurisht jo për të prezantuar Bilbilin, për shkakun se ai nuk ka nevojë për prezantim, ka qenë këtu në Kamzë, është i njohur në Kamzë, ka shërbyer aq shumë njerëzve sa kushdo. Sa herë që i përmend emrin e Bilbil Bayraktarit e kupton dhe njeh fare mirë për njeriu i cili vetëm ka bërë mirë, vetëm i ka shërbyer këtyre qytetarëve në kohë të mira dhe në kohë të vështira, në jetën private apo dhe atëherë kur ka qenë në pozicione shtetërore si antar i Këshillit Bashkiak. Ndaj faleminderit sot që jeni në këtë takim. Ju uroj gjithëve juve që për gjithë këtë kohë që keni bërë këtë fushat dinjitoze, këtë fushat me entuziazëm, në një situatë të vështirë që ashtu siç kemi ecur deri më sot, të vazhdojmë deri në fund, deri në 14 maj e të votojmë Bilbil Bayraktarin dhe Partinë Demokratike. Partinë Demokratike dhe Bilbil Bayraktarin, këtë binom përfaqësues
të gjithë këtij komuniteti. Zonja dhe zotrinj, në këtë situatë dhe në këtë fushat jo normale, atipike, është e udhës se gjithë ne fillojmë ta bëjmë edhe një refleksion të asaj se çfarë ka kaluar deri tani. Dhe po fillojmë në fakt që para 4 vitesh. Para 4 vitesh në 2019 për shkak të një gabimi, fajri, Partisë Demokratike, demokratëve nuk ju mundsua që të votonin në zgjedhjet lokale të atij viti. Koha tregoi, pavarësisht arsyeve të 4 viteve parë, koha tregoi që ishte një gabim, një lëvizje e gabuar. Dhe në fakt koha tregoi që sot atje në këtë bashki qëndron vetëm një kukull Edi Rama si Rakip Sulli. Janë 4 vite të shkuara dëm nga jeta e secilit prej banorëve të Kamzës, për shkak se 4 vite ky pushtet i dhuruar ka nxjerrë pikërisht atë lloj monstre qeveritari që gjithë juve fatkeqësisht e keni përjetuar në këto 4 vite. Çfarë ishte bashkia sot? Një bashki e cila është vetëm një agjenci tendrash. Merr para buxhetit shtetit nga taksat dhe tatimet e qytetarëve të kësaj bashkie dhe bën rrush e kumbulla Rakip Sulli. Merr para nga tatimet dhe taksat që i vjel me kërbaç Edi Rama e jep Rakip Sullit dhe bëj tendera për miq e për shok. E shndron një bashki thjesht dhe vetëm në një agjenci ku depozitohen militantë. Një agjenci ku depozitohen militantë të cilët kanë vetëm një synim të paguar me buxhetin e shtetit. Përdoren vetëm një herë në 4 vite ose një herë në 2 vite kur janë zgjedhjet. Merret siç është e gjithë administrata dhe hidhet në fushbetejën elektorale. Gjithë pjesën tjetër, shërbimet ndaj qytetarëve janë zero. Asnjë lloj shërbimi. Asnjë lloj nga ato shërbimet e përditshme që pushteti lokal, qeveria lokale do duhet të ndodhet afër qytetarëve, familjeve. E pra 4 vite deri në sot, rezulton pikërisht kjo gjë. Pra, sa i rëndësishëm është pushteti lokal nga njëra anë dhe se sa shumë me të mund të abuzohet. Ndaj është kaq e rëndësishme që sot, në 14 maj, ajo se çfarë do duhet bëjmë gjithë ne është pikërisht kjo. T'ia kthejmë pushtetin lokal demokratëve, Partisë Demokratike, njeriu të punës, njeriu të djersës, njeriu të ndershëm siç është Bilbil Bajraktari. Ky ka qenë në fakt synimi që kanë pasur gjithë demokratët e Kamzës dhe gjithë qytetarët e Kamzës. E kjo ka qenë një bastion i Partisë Demokratike. Ka qenë vërtet një nga vendet ku Partia Demokratike krenoi. Po ne kemi pasur në zgjedhjet e kaluar, kemi pasur andej këndej gjithë po themi në qarkun Tirana, po këtu përreth problemet tona. Po sa herë që mendonin për Kamzën, mendonin gjithmonë kemi demokratët e Kamzës atje dhe janë ata të cilët i japin mbështetje dhe kanë dhënë mbështetje Partisë Demokratike në zgjedhjet politike e në zgjedhjet lokale. Përveç segmentit të 2019-s, ju thash edhe një herë dhe nuk kam asnjë droje ta them që po ishte gabimi ynë, gjithë historia tjetër ka qenë histori e nderuar, lavdije e demokratëve dhe të Partisë Demokratike këtu në Kamz. Puna është se si prezantohemi tani. Si prezantohemi ne tani në këto zgjedhje. Ne duhet të jemi të sinqertë. Sinqert me veten, për të parë se si është atmosfera, për të kuptuar që po, çfarë ka ndodhur me ne. Pavarësisht 2019-s tashmë ka ndodhur një tjetër ngjarje e cila Partia Demokratike e ka vendosur në një situatë të sikletshme, minimalisht. Po, një vit e gjysmë që jemi në këtë lloj trazire brenda nesh, i ka lënë kostot e vetë. Ka lënë pasojat e vetë. Unë nuk jam nga ata të cilët sa të bëj fushat elektorale të mund të them diçka për kandidatët e tjerë. Teksa fola për Rakip Sullin, fola pikërisht për njeriu i cili gjatë këtyre 4 viteve është njeriu i cili është një fotokopje shëmtuar të regjimit e Edi Ramës. E flas në aspektin politik. Dy fjalë do duhet të them edhe për kandidatin tjetër që paraqitet nga ana e Partisë Lirisë. Të Ilir Metës. Të Ilir Metajt, në fakt.
Nuk kam asgjë personalisht me Arjan Hoxhën, fare. Mënyra e bërit politik do duhet jetë të adresuarit në çështjeve parimore, jo personale. Në fakt, kjo është një mënyrë se siç duhet bërë politika, pa u marrë me çështje personale, kush është nga vjen e si. Jo. Deri para 2-3 vitesh ka qenë edhe ai dhe mbështetësit e tij. Në fakt, kemi qenë bashkë në të njëjtën situatë. Kemi pasur të njëjtat probleme, të njëjtat halle. Po sot, ju thash, personalisht nuk kam asgjë, do më dëgjoni mua asnjëherë që të flas për kandidatët, edhe të Ilir Metaj të flas një fjalë të keqe. Jo, edukata ime politike dhe familjare nuk ma lejon këtë. Po kur jemi politik, ca gjëra do të themi. Dhe cila është gjëra që do ta them tani dhe kam thënë edhe herë të tjera. Kandidatët të cilët janë strehuar tek Ilir Metaj nuk bëjnë gjë tjetër, po janë duke bërë një mëkat të madh. Duke marrë përsipër një pjesë të demokratëve, të marrin dhe të shkojnë dhe të trokasin në një shtëpi që nuk është shtëpia e demokratëve. Atë hapësh atë portë atje, i zoti shtëpisë është Ilir Metaj. Dhe kjo nuk është shtëpia e demokratëve. Dhe ky është një mëkat i madh që ju bëhet demokratëve keq kuptuar, të keq informuar, të manipuluar. E futën në një shtëpi, e bujtin në një shtëpi ku zot shtëpie është Ilir Metaj, në krah të tij Sali Berisha. Ajo kurrësi nuk është shtëpia e demokratëve. Shtëpia e demokratëve është këtu ku jeni juve. Dhe shtëpia e demokratëve është e do të mbetet e tillë edhe në kohëra të vështira, siç është kjo tani. E pra, unë nuk do ta amnistoja kurrësi një përfaqësues, po doni ju dhe një demokrat që ka qenë demokrat para 2-3 vjetësh, i cili të bëjë pikërisht këtë akt. Të shkoj dhe të ndroj fanel. Nga fanela blu, të shkoj të vesh një fanel të kuqe. Au, një fanel të kuqe. Fanel e majtë. Ky popull, në qoftë se ka vuajtur për 50 vite, edhe për këto 33 vite, ka vuajtur pikërisht për faktin se nuk është shkëputur asnjëherë nga psikoza sovjetike e majtë e të ndërtuarit shtetit. Ky ka qenë problemi i madh. Vuajtja, lëngata e demokratëve të vërtet, që kur nuk arritëm do të bëni një parti demokratike ashtu siç duhej, ideologjikisht e pastër, e shkputur nga metastazat e komunizmit, që ruan dhe mbron fort vlerat e demokracisë, ato vlera që në 1990-ën gjithë dhe ne, ju më të mendë se unë mosh e që duan t'ja përcellim tyre të rijve, këto na bën e demokrat. Se donin të ishim të lirë, po të lirë vërtet ama. Se donin demokraci, dhe demokraci do të thotë, jo thjesht dhe vetëm se kemi gjas me një pluralizëm, po një pluralizëm ku respektohet prona, ku respektohen të përndjekurit, ku respektohet individi, ku partit politike nuk janë parti politike të një individit vetëm, se si qishtë, se po t'ishtë kështu, partia ishte edhe para 50 viteve, partia komuniste, edhe ata kishin parti, dhe kishin një individ, kishin Enver Hoxhën. Demokraci do të thotë të ndryshosh totalisht mënyrën e të konceptuarit të pluralizmit edhe të mënyrës se si organizohen partit politike. Partit politike nuk janë prone askujt. Aq më tepër partia demokratike duhet të ishte partia demokratike që të jepte shembullin që nuk do t'i përngjason të partisë punës apo partisë komuniste. Lindi për të arsye partia demokratike. Kjo ishte arsye përse lindi. Jo kultit individit. Pro perëndimit ata të cilët lëvizja e studentëve dhe intelektualëve në 1990-ën, nëse u bën bashkë në një situatë të zymt, kur diktatura po binte, u bën bashkë pikërisht për ca gjëra, për ca vlera të vogla, por shumë bazike. Njëra prej të cilëve ishte fakti që do të krijohej një parti demokratike e cilat ishte orientuar drejt perëndimit, drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E kam thënë dhe do të thënë gjithmonë. Kjo parti, kur lindi, e kjo parti kur erdhi në qeverisje, u bekua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga sekretari amerikani i shtetit 29 qershor 1992, erdhi në mes, sheshi Skënderbej në ato, dhe bekoi Partinë Demokratike, jo individ veçantë. Kjo parti
kur erdhi për herë të parë në qeverisje, 22 mars 1992, erdhi mbas një fushate dhe mbani mend se kush ishte në krahun e demokratëve. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, William Ryerson. Ka qenë Partia Demokratike, e them gjithmonë, spiranca, ishulli i vetëm i perëndimit në Shqipëri. Pjesa tjetër ishi vetëm pjell, ishi vetëm metastaz, ishi vetëm zgjatim i psikozës sovjetike. Bijtë e komunistëve, pjell e komunistëve, që deri ditën e sotme në fakt vazhdojnë të kenë po të njëjtin mentalitet, pavarësisht se ka ndryshuar ngjyrë, ka ndryshuar pamje, janë edhe më të pasur. Në këto 30 vite, praktikisht, pushtetin ekonomik dhe pushtetin politik kanë qenë ata që ka lëvizur dhe asnjëherë Partia Demokratike, që duhet ishte, siç ishte në fillim, partia dominante post diktaturë, nuk arriti të ngrihej në lartësinë që koha dhe historia ja dedikoi. E sidomos në këto një vit e gjysmë, pikërisht kjo lëngatë e brendshme që kishte Partia Demokratike dolin pa. Dhe kur dolin në momentin më të keq për Shqipërinë. Pas zgjedhjeve të 2021-shit, u vendosëm të gjithë në një sfidë ne, demokratët. Ishte një sfidë e madhe e brendshme, njerëzore. Pas deklarimit si non grata të ish liderit Sali Berisha, ishte një sfidë e madhe, edhe unë, si dhe të gjithë ne këtu, e kemi pasur këtë sfidë. Çfarë do të bënim ne? Do të qëndronim ne grusht bashkuar rreth liderit historik i dizenjuar non grata prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nga ana tjetër ta shndronim Partinë Demokratike në një bunker të izoluar nga perëndimi, se kjo ishte dilema? Apo si çdo qenie njerëzore, me gjithë respektin, me gjithë dhimbjen që patëm ne në 2021-shin, do duhet bënim ndarjen e madhe. Po, edhe pse mund të qenë lider historik, po në fakt ka qenë edhe 2 herë president, e ka qenë edhe 2 herë kryeministër, ka marrë shumë nga kontributi, nga sakrifica e të gjithë demokratëve të Shqipërisë. Nga Tropoja në Ksamil, nga Durrësi në Korçë. Ka marrë shumë, 2 herë president, e 2 herë kryeministër, e 30 vitet kesh qenë po njeriu që ke përfaqësuar ëndrrën, dëshirën, aspiratën, sakrificën e demokratëve, duhet të kesh vetëm një ndjesi njerëzore ndaj demokratëve. Mirënjohje. Dhe nëse koha dhe aleatët tanë strategjik në një mënyrë, në një moment caktuar, thanë, je non grata për ne. Dhe je non grata për shkak të minimit demokracisë dhe korrupsionit masiv, e vetmja gjë. Sali Berisha do të bënte karshi demokratëve, ashtu në kokën ulur do duhet ikte edhe të jepte hapësirën e munguar demokratëve që demokratët ishin të bashkuar e të vazhdonin rrugën e tyre. Se Partia Demokratike nuk është një parti që ka lindur me individin dhe vdes politikisht bashkë me individin. Jo. Ky do të ishte dallimi i madh i komunistëve nga njëra anë me të djathtët nga ana tjetër. Ky është dallimi esencial. Nuk e bëri këtë, marrëzia e vuri përpara, verbuar politikisht, mori kazmën për të rënë Partisë Demokratike. 8 janar. Nuk kishte shfaqje më të shëmtuar ajo siç çfarë u bë. Kujt po i binte Godinës? Jo. Po i binte atyre njerëzve, apo jo vendim, atyre njerëzve të ishin brenda, të cilët nuk bëjnë gjë tjetër më veç se donin të mbronin kauzën e Partisë Demokratike, partia e cila i ka syt gjithmonë nga perëndimi. Për atë punë ishin brenda ne në Godinë. Kishte thjesht e vetëm për të mbrojtur Godinën, kështjellën tonë. Jo. Nuk është Partia Demokratike ato të cilët mbron kështjellën. Mbron kauzën, mbron vlerën, mbron orientimin e saj. Kjo e bën një parti politike pro-perëndimore. Më 6 mars. 6 marsin e vitit kaluar, hodhi një hap shumë të rrezikshëm për të marrë demokratët dhe për t'i strehuar
në sqetullin e Ilir Metës. Ilir Metës e 2013-ës? Ai i cili nga 2009 dhe 2013 erdhi në aleancë me Partinë Demokratike në qeverisje dhe kujtoj këtë them gjithmonë nga 2009 ishte pikërisht momenti më i keq në qeverisje i Partisë Demokratike ku shkuam gjithmonë keq e më keq. Sepse pushteti u shndrua thjesht dhe vetëm në një mjet arrogancë ndaj njerëzve, korrupsioni, indiferencë. Në 2013 shqiptarët vendosën 1 milion vota kundër dhe nuk për ngrim do të kokën. Pikërisht nga 2009 a 2013, shqiptarët na i mbajnë mend ne, që kur kemi qenë në qeverisje, kemi pasur këto gjurmët e korrupsionit dhe për ato 10 vite, apo 8 vite që ishim në opozit, na kujtojnë gjithë këtë gjë. Edi Rama e ka ngritur korrupsionin në sistem. Çdo gjë në këtë regjim është korrupsion. Shteti së drejtës ka rënë, rendi dhe siguria nuk ekziston, vriten njerëzit rrugëve dhe nuk bën më hapi. Ikin shqiptarët, për shpopullohen shqiptarët si 1990-ën. Atëherë ishim të varfër se s'kishim asgjë për të ngrënë, prandaj ikim për të mbushur barkun me bukë. Kurse tani njerëzit ikin për shkak të mungesës së sigurisë në këtë vend. Ja pra se çfarë solli gjithë kjo histori. Nga 2009 a 2013-ën shqiptarët në e mbajnë mend. Dhe një parti demokratike që në 2013 në rang qeverisë duhet të bënte një reflektim. Rotacioni është rregull në demokraci. Je në qeverisje, do të përgatisësh dhe do të realizosh premtimet elektorale, nuk i realizon gjithmonë, zgjedhjet të bëjnë që njerëzit të përmbysin nga qeverisja. Po cili është akti që bën një parti politike që bie në opozit? Shikon nga vetja. Shikon nga vetja dhe thot gabimin pikë pari kam vetë. Të korrigjoj të gjitha ato gabimin që kisha në qeverisje. Kjo do duhet ishte rruga që do të kishim ndjekur në 2013-ën. Por më tepër, po vendim, 2009-2013, 21 janari u bë qartësisht për Ilir Metën, për blokun. E do duhet ishte në fakt, do duhet ishte një zgjedhje fisnike prej të djathit që në atë moment, kur plasja e skandal, ai që ishte në kryet thoshte stop, nuk vazhdohet më me këtë qeverisje, e çoi veten dhe vendin në zgjedhje të flasin njerëzit. Jo, u zvarritëm. Edhe mbas 2013-ës, e pritshme ishte që të ndodhte që ajo që ai tha vërtet. Unë jam dorë që largohem pa kthim. Në fakt e vërteta nuk ishte ashtu. Aty ishte gjatë gjithë kohës. E do t'jemi kaq të sinqert me veten sa të themi po, aty ishte gjatë gjithë kohës. Duke dyzuar leadershipin e Partisë Demokratike, madje edhe vendimet kryesore ishin ato të cilat diktoheshin prej tij. Kjo është e vërteta. E kjo është e vërteta dhe duhet ta themi, se po nuk e tham ne, s'do të na besoj askush jashtë kësaj salle. Unë them që vetëm kjo është mënyra e vetme për të treguar të besueshëm ndaj shqiptarëve. Shqiptarët janë shumë zgjuar, janë të varfër por të zgjuar. Po, është e vërtetë e keqja më e madhe. Është Edi Rama, por ama edhe ata që kishim, në fakt, ai që kishim në krye, që ishte si i fshehur, gjasme i larguar, nuk ishte gjë tjetër, vetë se kopje e shëmtuar me lidhje okulte me Edi Ramën. Me lidhje okulte me Edi Ramën. Mban pushtetin Edi Ramën. Po, në qoftë se sot Edi Rama vazhdon të jetë sot në pikën më të keqe të qeverisjes. Ku njerëzit janë duke lëguar, ku ekonomia është për tokë, vuajnë për bukën e gojës, si që bën Edi Rama. Më votoni mua se s'keni këtë votoni, thot. Më votoni mua sepse ndryshe ju vinë Ilir Meta Sali Berisha. Po, ka drejt. I mundi në 2021, apo jo? E mbani më se gjotin 2021? Çfarë tha 10 ditët e fundit të asaj fushat elektorale? Do t'ju vinë në qeverisje Ilir Meta dhe Sali Berisha. Tani po bën të njëjtën gjë. Shifini posterat ku kanë mbushur kudo në Tiranë. Zgjidhi mua, thot, se për ndryshe i vinë kjo dyshe. Po çfarë do të thotë kjo? Ta mendoj pra, çfarë do të thotë kjo?
Do të thotë që ky njeri, Edi Rama, me gojën e tij, ka zgjedhur se kush janë kundërshtarët e tij. Dhe po të bësh një krahasim mes Ramës dhe këtyre dyve, njerëzit e kanë dhënë një herë përgjigjen. Prandaj e vazhdon po ta ruaj aty ngushtë. A sipas Ramës, e sipas Metajt, e sipas Berishës, sot janë vetëm 3 figura politike, 3 alternativa. Njëra më e keqja se tjetra. E pra ky është Trekëndshi. Ky është Trekëndshi që i ka zënë grykën shqiptarëve. Detyrojnë shqiptarët që mbredhin midis o Ramës, o Metajt, o Berishës. Dhe kjo është një lojë e përbashkët e tyre. Se nuk shpjegohet ndryshe, se përse në atë 1 vit e gjysmë që kam luam ne tani, Sali Berisha e gjeti më mirë të përçante demokratët, e të shkonte të strehojë të Ilir Metaj, se ai e di fare mirë, një PD e përçar nuk është më aq e rrezikshme për pushtetin. Jo, zgjodhi që t'i hidhte dorën në qafë Ilir Metaj, një të majti, një pasardhëziu politik. Një pasardhëzi politik që 2013 ishte me Sali Berishën, pastaj shkoi me Edi Ramën. Pastaj nga Edi Rama do tani të kaloj përsëri me Sali Berishën. Ishte dikur me Fatos Nanon 2005 dhe shkoi pasandaj u da prapë me Edi Ramën. Si ka mundësi? Si është e mundur që ndaj hallit të madh që kanë demokratët pikëspari, po dhe gjithë shqiptarët, të bësh një akt të tillë? Nuk ju dua demokrat. Ju sulmoj ju demokrat. Ju sulmoj të Kselia. Juve demokratëve të cilët më shtrit dorën, një shtrim dorën e 30 prill, e marrim mend apo jo? Mos përça Partinë Demokratike, mos krijo struktura paralele. Jo, me këmbgulje aty do krijoj struktura paralele. Do bëj partinë time të rithemeluar me atë në krye. Mos nxirr kandidat. Kemi ne kandidat. Po duash edhe ata që kanë nxjerrti me primaret e tua. E dim se si u zhvilluan primaret unë Kams. Dolën më shumë votues në primare se sa zgjedhës janë. Kushdo e kupton fare mirë. E me gjithë të, me fisnikrin ton politike, por dhe të përgjegjshëm për situatën e rënd, i thamë, po mre, keti kandidat? Kemi dhe ne kandidat. Hajde të përzgjedhim më të mirin. Të përzgjedhim më të mirin, ai që jep shpresë dhe është dhe fitues, dhe t'ja ofrojmë të gjithë demokratëve, po dhe të gjithë votuesve të tjerë. Se synimi kryesor është të rrëzojmë Edi Ramën e të rrëzojmë Rakip Sulin. Vetëm këtë mënyrë i hiqet nga dora socialistëve pushteti. Jo. Ka primaret unë. 3 mars, pasi na mbajti 1 vit e ca, zvar Edi Rama në përgjyqje dhe na krijoi një situatë mjegullnaje, pa sigurie, i vetmi i cili nuk tha një fjalë, më tha një fjalë gjykatës. Shpejtoi atë gjyq. Po le të shkojë vula ku të doj. Po demokratët jenë të qartë. I vetmi që nuk zajt ishte Sali Berisha. Sepse interesonte. Synimi i tij pra nuk është për të fituar zgjedhjet lokale, jo. Se po t'ishte për të fituar zgjedhjet lokale, gjëja e parë, dorën e shtrirë nga unë e rrokte. Po, për t'i shërbyer demokratëve bëm ne, po, për t'i shërbyer demokratëve. Se unë jam fare i bindur që e keqja që kemi përballë me Edi Ramën, me patronazhist, me administrat, me buxhet shteti, e me lek të krimit, e me Rakip Sul, e me tendera, bëhet vetëm duke qenë të bashkuar, por rreth sa vlerave. Për këtë arsye e gëlltitëm në shtrim dhe dorën për t'i shërbyer demokratëve. Për të pozicionuar demokratët në një shtëpi që nuk është e tyre. Dhe rreth demokratëve pastaj të mund të vinin edhe të tjerë njerëz, zgjedhës që nuk e duan Edi Ramën. Dhe sot Edi Ramën janë mbi 50% e shqiptarëve që e urrejnë. E urrejnë, ndoshta kanë droje sot, po nuk shkojnë të votojnë ata. E urrejnë, nuk shkojnë të votojnë. Bravo! E pra, ja shtrim dorën, jo vetëm që nuk pranoj mbështetjen e njerëzve të cilët, edhe njerë po e them, e bën 2 herë president, e bën 2 herë kryeministër,
I dhanë lavdi, i dhanë lavdi. E futën histori, në fakt. Po, ja, këta demokrat tu e futën histori. Shkoj dhe u fut në sqepull në një partije të majtë. Po pyetja është pse bën këtë? Një përgjigje është e thjeshtë. Nuk i intereson më fitoria. Nuk i intereson fitoria e pushtetit lokal. Nuk i intereson që Partia Demokratike të fitoj këtu në Kamës, siç ka fituar gjithmonë. Ka interesin e vet personal. E cili është interesi personal është i bëri ditur tashmë. Do që ta kthej Partinë Demokratike, atë pretendonte në fakt, por nuk ka shans ta bëj këtë, ta kthej në një bunker anti-amerikan. Do tregoj që po more, unë jam lideri i Partisë Demokratike. Partia Demokratike është e imja, po më goditët mua, keni goditur Partinë Demokratike. Ka që thjesht është, ta kthej në bunker anti-amerikan. Partinë Demokratike që 33 vite më parë lindi si partia pro-perëndimore dhe anti-lindje dhe anti-diktaturë. Së dyti, që akoma dhe më rënd, do të krijoj një rrymë anti-amerikane në Shqipëri, me vendin i cili është më pro-perëndimori. Në Shqipëri. Kujtja bën këtë? Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po mirë më në 99-ën. Nuk është larg 99-a. Atëherë kur vëllezërit tanë, gjysmë major, ishte në genocidin serb, shfarosjen serbe. Këtu kemi qenë gjithë. Prisnim me ankth se kur do vinte shpëtimi. Dhe nga ku erdhi shpëtimi? Erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ja i vend atij. Gjysma jon atje është sot shtet i pavarur në saj të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Një sekund parë ky vend ka qenë pikërisht ekziston sajt presidentit Wilson atë. Sot. Tani që flasim ne. Në po i tregoj atë kanë thënë disa raste, po e them edhe tani. Miku im, miku i shqiptarëve, në fakt, njeriu i cili gjysmën e familjes ka lënë luftë në Kosovë, Ramush Haradinaj, herdi para ca kohësh, më takoi dhe i shpjegova situatën e rëndë ku ishim ne. Tash jemi për çfarë? Sali Berisha ka për çfarë? Partinë Demokratike ka hedhur dhe në gjyq sekretarin e shtetit Blinken. U çudit. Dhe tha një gjë që më ka ngelur sot dhe po a them. Po të mos ishin ushtarët e Blinkenit në Mitrovic, unë nuk do t'isha në Tiranë, tha. Do t'kisha marrë kallashin me vete për të mbrojtur Kosovën atje. E pra kaq e rëndësishme dhe kaq mirënjohje duhet kemi ne, e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për ta pasur aleatin ton, sa bëhet çfarë do lloj sakrifice. Dhe sot është e pafalshme që të bësh një vorbull të tillë të një lëvizje anti-amerikane, e cila nuk të çon gjikundi. Ku i çon? Ku i çon mor? Në qeverisje? Në 2013 na thamë që vundrun me 1 milion vota, u dashke të kujtohesh 10 vite më vonë, me 2 non grata mbi supe, një nga amerikanët, një nga britanikët, një nga një qeveri e majt amerikane, një nga një qeveri e djathtë britanike, konservatore, partia si motër, anti-Soros, që bjen dakord tek një gjë. Korrupsioni duhet goditur. Kush do qoftë, ka rënë dakord ata që korrupsionin në këtë vend ta godasin dhe janë bërë bashkë. Sepse plaga më e madhe që ka sot ky vend, ky shtet, është pikërisht korrupsioni. Kuptohet fare mirë cili është qëllimi i Sali Berishës. As do të fitoj fare. Intereson vetëm halli personal. Halli personal i tij. Halli personal i tij dhe nëpërmjet këtij qëndrimi që mbajti për përçarjen e Partisë Demokratike, po i shërben Edi Ramës. Ja, kjo është lidhja. Do të tregohesh nëse je në bashkëpunim me Edi Ramën, si i shërben. Kush e përçau Partinë Demokratike? Pse e përçau Partinë Demokratike? Vetëm Sali Berisha për hallin e vet personal, duke i shërbyer në këtë mënyrë Edi Ramës dhe pushtetit të tij. Pra në këtë situatë jemi ne, miq edhe vëllezër. E kuptoj situatën e vështirë, nuk e fsheh as pak. Megjithatë, unë jam i bindur tek një çështje.
Kemi ne 3 sfida në fakt, kemi 3 sfida ne gjithë këtu, njerëz jemi këtu, në Kamz dhe kudo në Shqipëri, demokrat vërtet, demokrat me zemër, demokrat me shpirt, demokrat me moral, me ideal. Kemi 3 sfida. Sfida e parë është përballja me pushtetin e Edi Ramës. Kjo është e para, mos e harrojmë këtë. Dhe unë them që përballja me pushtetin e Edi Ramës bëhet duke treguar ne që jemi ndryshe nga ky regjim, që jemi të aftë të distancohemi nga korrupsioni që kishim brenda vetes. Se po kthehemi edhe një herë. Si ishte kjo historia që do ta rrëzonte Edi Ramën 3-4 herë vitin e kaluar, e mani mend? Pas 6 muajsh është i rrëzuar, tha Edi Rama, do shkojmë qeveri teknike, iku shtatori, erdhi tetori, do ta rrëzojmë, po jo tani, po radhës tjetër do ta rrëzojmë, revolucioni paqësor do ta rrëzonte, nuk flet i ri për revolucionin. Se kur janë revolucion, nuk futesh në zgjedhje. Tani o revolucion o zgjedhje, o vot. E për pas revolucioni vendim apo është akt dhe është veprimit të majtëve, apo jo? Aty ka folur sub konsciencë në fakt, sepse zgjatim i mentalitetit dhe psikozës sovjetike është. Pikërisht. E pra, në demokraci, edhe demokraci sakate, si është kjo jona, për ne të djathët ka rëndësi që ai që quhet ndryshim dhe rotacion të bëhet me vot. Për këtë kemi luftuar ne, me vot. E di fare mirë që në situatën ku jemi, e di fare mirë, Edi Rama përdor të fortët, përdor parat, përdor akipsulin, përdor tenderat, përdor administratën, përdor aktivistin e me radhë. Ka një zgjidhje kjo. Ka një forcë që mund ta përmbys çfarë do lloj regjimi. Siç u përmbys në fakt në 1991-92 regjimi komunist. Kur të gjithë shqiptarët e ndershëm të bëhen bashkë. Shqiptarët të cilët duan të jetojnë këtë vend me ndershmëri. Pyetja, si bëhen bashkë ta? Bëhen bashkë duke pasur një alternativë. Një alternativë siç është Partia Demokratike, sepse ne kemi treguar në këtë 1 vit e gjysmë që kemi vuajtur, me të vërtetë kemi vuajtur, ama kemi treguar që jemi të aftë, të jemi një formacion politik, që dhe ato që konsideronin të parin ton deri para 2 vitesh, e sakrifikojmë, jo duke rënë në qafë, po për të mbajtur lartë vlerat e Partisë Demokratike. Vetëm kur të na shohin ne, dhe të na thonë juve demokratët, që kërkoni votën tani, keni dhënë ju ndonjë sprovë që meritoni votën e shqiptarëve, se vota e shqiptarëve është votë antikorruptive. Juve keni bërë ndonjë akt, dhe sot ne a themi po. Vetëm Partia Demokratike, vetëm ju miq. Vetëm ju keni bërë një akt të tillë, të dhimbshëm nga njëra anë, por fisnik nga ana tjetër, sepse kemi treguar që një formacion politik serioz. Korrupsioni nuk ka vend në Partinë Demokratike. Krimi organizuar nuk ka vend. Është e vetmja parti në këtë vend, në këtë Shqipërinë tonë, që ka mbështetjen dhe është e orientuar nga perëndimi. Me këtë ofertë u shkojmë ne shqiptarëve. Ky njeriu këtu, Vilbil Bayraktari, është sot i përzgjedhur i juaj, po është dhe përfaqësuesi i Partisë Demokratike pikërisht për këtë, se përfaqëson njeriu e ndershëm, përfaqëson njeriu e pakorruptuar, përfaqëson njeriu që nuk bën kompromise për pushtetin, përfaqëson njeriu i cili vetëm do t'i shërbej ka 30 vite, që nuk ka vënë pasuri e plaçk nga pushteti, që nuk shantazhohet, që nuk ha presion. E pra, po njerëzit që nuk shantazhohen dhe që nuk ha presion, janë vetëm njerëzit e lirë, njerëzit që nuk janë pengje, njerëzit që nuk kanë skelete në dollapin e tyre, që kur kthejnë kokën mbrapa, janë krenar për atë se çfarë kanë thënë në komunitet dhe kur kanë qenë në pushtet. E pra ja, kjo është sfida e parë. Vetëm me ndershmëri, vetëm me kokën lartë, vetëm duke u treguar shqiptarëve që po, ka një alternativë siç është Partia Demokratike, ky është mjeti që do t'i bëjë të gjithë shqiptarët, herët apo vonë, do t'i bëjë të gjithë shqiptarët bashkë, rreth, në mbështetjet Partisë Demokratike, për të përmbysur çfarë do lloj regjimi,
E kjo është sfida e parë. Sfida e dytë është për ta mbajtur Partinë Demokratike. Për ta mbajtur Partinë Demokratike dhe për ta kthyer atë jo thjesht dhe vetëm në një mburoj anti-amerikane si Sali Berisha do. Jo. Nuk e toleroj këtë. Se këtu në këtë parti këtu është derë dhe gjak. Në këtë parti shumë njerëz janë bërë terror. Në këtë parti ka dhënë kontribut shumë njerëz. Kjo parti është banka ku kemi vënë gjithsecili prej nesh depozitën e reputacionit individual të gjithë ne, kush më shumë dhe kush më pak. Jemi të gjithë aksionerë. Ndaj dhe kjo është sfida e dytë. Këto zgjedhje janë zgjedhje, po janë edhe kuri i themelit për të ndërtuar një parti demokratike të djathtë, ideologjikisht të pastër, që bazohet dhe respekton të përndjekurit, që respekton pronarët, që ditë bëj mea culpa për atë se çfarë shoqëria shqiptare nuk i ka kthyer 50 viteve komunizëm, që respekton pronarët, ata të parët, duke vendosur drejtësi sociale, që respekton biznesin më. Biznesi ka qenë baza ku një parti e djathtë do duhet të mbështetet që në 1990-ën. Që respekton të rinjt, ikin të rinjt sot, sepse nuk shohin tek partia e rinis, televizje studentore nuk e shohin fytyrën e tyre. E pra ne e kemi për detyrë ta rikthejmë edhe një herë. Kjo pra është sfida e dytë. Dhe ta sfida e tretë pasandaj, thash pak më parë, po e them që është krimi i djathtës. Sot konkurrojnë një parti e majtë, siç është Partia Socialiste, një parti akoma më e majtë, siç është Partia e Lirisë, me Ilir Metajn dhe Sali Berishën. Dhe shqiptarët sot nuk e kanë një alternativë të djathtë. Është detyrimi ynë t'ia japim atyre. Ky vend, kjo shoqëri, kjo 50 vite jo, po dhe këto 30 vite asnjëherë s'ka mundur të japi një parti, një alternativë të djathtë. Ajo e djathta që qeveris sot Europën. Ati ku do të shkojmë ne. Duhet t'ja japim ne, me respektim të individit, me demokraci reale, me lirinë e tregut, me respektim të vlerave tona, zot, fe, atë, kom, familje. To janë vlerat tona. Ku partia nuk është plaçk, e fut në xhep, dhe kur jenë hall, e merr me vete, jo. Ku qarkullimi elitave në një parti politike është virtyt. Një parti tek e cila duan të shkojnë të gjithë forcat kryesore të shoqërisë, intelektualët, akademikët, diaspora gjysma e Shqipërisë ka ikur sot. Sa e vuajmë ne që ne ka ikur gjysma, e ka ikur njerëzit tanë. Duhet jetë një parti demokratike e cila ti thërras, sepse momenti është historik, momenti është patriotik. Dhe zgjidhjen tonë do të gjejmë edhe nga ata njerëzit, vëllezërit, motrat tanë që kanë ikur në këto 10 vite, edhe më herët, që të vinë në Shqipëri e të gjejnë strehen e tyre që është Partia Demokratike, duke bërë bashkë vetëm mund ta bëjmë Shqipërinë si perëndimi. E pra, këto janë sfidat tona, miq. Këto janë në një moment historik, në një moment të vështirë. Po e kuptoj që momenti i vështirë, e them gjithmonë, momentet e vështira dhe të sakrificas nxjerrin në pa pikërisht karakteret e forta dhe karakteret e forta në këtë shoqëri janë vetëm demokratët, askush tjetër. Ndaj dhe historia na ka përzgjedhur ne sot. Na ka përzgjedhur ne sot të bëjmë këtë sakrificë. Për veten për Shqipërinë dhe për kombin shqiptar. Ndaj ky është një moment ku të gjithë, juve që jeni këtu por gjithkund tjetër, e ftoj të votojnë Partinë Demokratike numri 9, ftoj madje dhe ata demokratët që e kanë shkuar atje, të mos trokasin, e të mos futen ke shtëpia e Ilir Metajt, se nuk është shtëpia e tyre, është shtëpia këtu, e të votojnë Bilbil Barekarin. Përfaqësuesin më të denjë, përfaqësuesin emblematik, përfaqësuesin më të ndershëm Partisë Demokratike, me të cilët nderohemi jo vetëm ne Partia Demokratike, po nderohet Kamza. Kjo pra është ajo se çfarë duhet bëjmë ne deri në 14 maj, e me Zotin para, me miq e me shok, edhe me këto vlera, të cilat i kemi konservuar në këto 30 vite, mbi gjitha në këto 2 vite që i kemi kaluar, vetë se sukses do t'jetë për ne, vetë se sukses do t'jetë për Partinë Demokratike, vetë se sukses do t'jetë për Bilbil Barekarin. Urime, mbarësi në të gjithë të angazhim të madh dhe historik dhe patriotik për demokratët e Kambut. Shumë faleminderit.